Beslidhja vion të konfirmoj formën e mirë në kampionat duke mbajtur kreun e rënditjes dhe duke hedhur hapa të sigurt drejt objektivit madhor, gjitjes në kategorinë e parë. Skuadra lezhjane ka shfaqur stabilitet në rezultate, lojë bindëse në fushë dhe një gjendje të mirë psikologjike, element që kanë konsoliduar në vendin e parë. Ndeshjen e rallës Beslidhja do ta luajë në transfert ndaj Gramshit, një sfidë që vlerësohet me seriozitet maksimal nga stafi teknik, pavarësisht diferencave në rënditje. Në një intervistë për Star Plus, trajneri Elvis Flori theksoi se është një ndeshje shumë e rëndësishme, por shtoi si një faktor pozitiv është që ky duel duhet të luhet në fushë asnjanëse. Është ndeshje e rëndësishme si gjitha tjerat, kuptohet mund ta quajë ndeshje rrallët, por rëndësia është shumë e madhe, sepse duhet me marrë vendin e parë, duhet me vazhdu atë punë të mirë që kemi bërë deri tani, pra nuk varet më asnjë gjë në dorën e tjera kurrë, por e kemi në dorën ne. Kështu që serioziteti është maksimum, si nga drejtuesit, por edhe nga ne. Ne kemi një faktor pozitiv, mund të them, sepse ndeshja bëhet në një fushë asnjënse. Ndërsa problemi ose mund të them ana negative është terrenet, se kuptohet janë disa ndeshje ku ne po luajmë llaç dhe prej klimës dhe kemi pak problem këtë pjesë, por megjithatë nuk duhet shohim as pak në të tilla situata, po duhet shohim përpara që të realizojmë këtë objektiv që kemi vënë vetes. Gjithashtu, Flori u shpreh shumë i kënaqur për bashkëpunimin me presidentin Pierin Fushaj dhe me kryetarin e Bashkisë Lezhë Pierin Dreu, duke vlerësuar mbështetjen e tyre që sipas tij ka ndikuar drejt për drejt në ecurinë pozitive të skuadrës. Kanë një eksperiencë disa vjeçare në trajnim, po ashtu edhe në drejtim. Them se të dy bashkë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Presidenti Fusha është më afër se kur skuadrës, megjithëse na ka plotësuar gjitha kushtet, kështu që ne jemi të detyruar që edhe ne të përgjigjemi. Beslidhja synon të zgjasë serinë e rezultateve pozitive dhe në këtë transfert për të ruajtur kreun dhe për të afruar sa më shumë realizimin e objektivit sezonal, mbylljen me sukses të kampionatit dhe rikthimin në kategorinë e parë.